Ndjekim. Qartë. Tani spari njëherë të gjitha atyre që na ndjekin, ju uroj gëzuar vit në ri 2026, një vit me më të mirat për ata dhe më të dashurit e tyre. Këtu në lash këtë shënim, në skap lash këtë shënim, Altin Troplinit, pajës së skapit, e mbete atire, nuk ja vura unë, që kure falis atë Troplinin, Elvis Doçin a i ngeli paja i skapit. Armiku të pluralizmit politik dhe avokatit të Meg Gonigalit, me garanci se krimet e tij nuk do mbeten pa ndëshkim në meritur ligjor. Sali Berisha. Data e të gjitha. Tani, natyrisht, ma sollate, ja pak po. Natyrisht, këtu kryefjala, edhe unë e kuptoj se të gjithë unë lexoj në sytë tuaj që e keni Ramadurën tani. Ate po prishti ju se çdo të them për Ramadurën. Po unë do them ato që ka thënë Ramaduro vetë. Me lejoni pak t'u informoj se çfarë ka thënë Ramaduro për vetën e tij. Ah, bravo. Kjo nuk ka këtu internet. Më sill pak telefonin se duhet lezuar se është interesant ç'thot Ramaduro për vetën e tij, që të flas kësaj herë mos flas me fjalët e mia, po me fjalët e tij. Ndërkohë që vjen telefoni, kë gjetet sot aty doktor? Urdhë? Kë gjetet sot në SPAK? Në SPAK gjeta Meg Gonigalin, i cili po dëshmonte kundër Edi Ramës dhe po e priste Edi Ramën në ishullin Riker, jo në Metropolitan Petersheri, në Institutin e Vuajtjes Metropolitan, por në ishullin Riker. Ishulli Riker është një ishull burg si muze, me të gjithë banditët e mëdhej të historisë Shteteve të Bashkuara, i kanë aty edhe gurët e varrit, i kanë të gjitha, se kanë hyrë nuk kanë dalë më prej atij ishulli. Kështu që aty po gjeta një gjëra pak këtu, maj pak këtu. Vetëm një minutë, ju lutem, më falni. Ja kërkon pak tani kjo. Ja. Ja çfarë shkruan Edi Rama për veten e vet. Në gjykat, se unë isha dhe në gjykat, kishte ndryshuar emrin nga Edi Rama në Endri Kajsiu. Ka marrë emrin e Endri Fugës dhe mbi emrin e Bledi Kajsiut. E lexuat, besoj e kuptuat dhe ju. Po. Tani thot këtu se u arrestua, thot, Nicola Maduro dhe ca trushkullur, thot, po presin që delta të zbresin në Surrel për të arrestuar Edi Ramën. Pra, çfarë është kjo? Edi Rama e pranon vetë se është fajtor, por nxjerr si argument të vetëm, jo du ta lexoni këtë, se unë e kuptoj, nxjerr si argument të vetëm se Venezuela ka naftë dhe Shqipëria nuk ka naftë. Sipas tij, pra, sipas tij dhe kartelet në Venezuelë janë më të mëdha se sa kartelet në Shqipëri. Pra, sipas Endri Kajsiut, emri të ri të Edi Ramës, ja ka botuar edhe ky, ja kishte botuar edhe ky gazetari i Linda Ram, si quhet ky shpifsi, i dënuar për shpifje, i prapaskencë.
Doçi, edhe ky Doçi e ka publikuar këtë. Pra, sipas Edi Ramës, problemi është se Shqipëria, Venezuela ka naftë dhe Shqipëria s'ka naftë. Pa çka se u thoshte shqiptarëve se shpiragu noton mbi naftë. Këtë e harron ky. Ose u thot se kartelet janë më të vogla në Shqipëri se në Venezuelë. Pa çka se kartelet shqiptare kontrollojnë tregun e Europës. Pra, të gjitha këto dëshmojnë se Edi Rama pranon vetë fajsin, pranon se është Ramaduro i Europës, pranon se ka vetëm një fat dhe ky është fati i Maduros. Por këtë natyrisht do t'ja japin deltat apo do t'ja jap populli shqiptar, unë them do jap populli shqiptar. Megjithatë, për djeni me Gonigali ishte aty. Po kishte ardhur, po bënte dëshmi të reja se është hap dosja e tij. Pra, këto janë pastaj ka edhe ca gjëra tjera të marrëzira, po për të informuar që në akuzat kundër Sali Berishës rezulton edhe fakti se dëgjojmë tash se është për të fakti se pasi në vitin 92 shtetasi Sali Berisha është zgjedhur presidenti i Republikës Shqipërisë duke qëndruar në pushtet gjerë 97-ën, shtetasit maltezi, që në atë kohë s'kan asnjë lidhje me dosjen Partizani, konstatohet se kanë filluar investimet në përfitim të drejtash mbi pasuritë pa luajtshme. Tani dëgjojnë cilat janë pasuritë. Referuar deklaratave të dorëzuara në ILDKP të pasurisë, konstatohet se shtetësja Argita Maltezi ka evidentuar në deklaratë të dorëzuar me 16/8/2006, referuar deklaratës 31/3/2006 për vitin 1993, pronësinë vetëm të një apartamenti banimi me sipërfaqe 77 metër katror në rrugën Myzeqari, përfituar nga privatizimi. Pjesa që zotron 1/3 e apartamentit. Gjithashtu Sali Berisha deklaron se zoton një apartament 3+1 privatizuar të drejt reale zotrojnë deklaruesit bashortja dhe djali. Tani, kjo se vajza ime